ke mendo aty eksperiencën si një nga më të votuar. Qofse shkon për një lëvizje, si një nga më të votuar, ti do të shkosh pasi fillimisht je konsultu, pra sepse ti nuk je pronar i aty në votave. Ti je i përgjegjës për ata vota. E para dhe e dyta, unë si drejtues i një departamentit, kam një qasje totalisht institucionale, sepse unë para një muajit, mora detyrën e drejtuesit departamentit, pra në qoftë se do të isha pjesë e një lëvizje, fillimisht dorëzohet pra përgjegjësia institucionale. Pra në mënyrë absolute nuk ishte lëvizje dhe ç'është e vërteta, për te asaj që thuhet media, as një nga ato, as organizatorët pra që kanë ftuar këto njerëz në kafe, as pjesëtar tjerë të asaj tavoline, nuk artikuluan as fragmentimin, as lëvizjen, por diskutimin dhe nevojën me diskutu mes njerëzish që kanë pak a shumë të njëjtën eksperiencë dhe unë nuk shoh asgjë që ban problem mes demokratësh kjo null vazhdimisht. Unë kam bërë 10 ditë mos i kam marrë zgjedhjet, me 11 maj kanë marrë zgjedhjet, me 21 maj unë kam bërë një mbledhje në kinema të Shkodrës me votuesit e mi për me diskutu si mund të bëhet më mirë dhe diskutimi aty nga fillimi deri në fund ishte si mund të bëhet më mirë, pra një brainstorm. Diskutime bëhen brenda Partisë Demokratike. Po nuk e pengon kafja me i bë edhe brenda partisë. Ne unë vazhdoj e i bëj edhe brenda Partisë Demokratike me departamentin Brengen, një në shtyllat kryesore është propozime strategjike, monitorimi i aktivitetit Partisë Demokratike që është në kanalet institucionale dhe kafja nuk ka pse të bëhet diskutim publik, pra. Ai ka ndodhur një fenomen, ka pas një lajm dhe qasja ndaj atij lajmit ndoshta bën lajm në vetvete. Por unë jam totalisht dakord që shumë më e rëndësishme se çau diskutuan atë kafe që po prap nuk është sekret, se 14 vet nuk kanë si me majt sekret, pra është diçka biseda që ne i bëjmë për diçmërinë tonë. Çfarë u diskutua atje? Edhe një herë, pra, ajo që të thashun e, si mund të jetë më afort Partia Demokratike, sipas mendimit secilit dhe gjithkusht dha mendimet e tija. Unë i kam thënë edhe herën e fundit që kam kanë në studion tuaj disa propozime për sa i përket se si mund të rritet aktiviteti i Partisë Demokratike. Dikush tjetër flet për rëndësinë e kodit zgjedhor që mi mundsu Partisë Demokratike matematikisht me kanë më afort. E tjerë, pra diskutimet e një kafes nuk kanë pse bëhen publike. Domethënë nëse më pyetni mua, ç'a do duhet kush e thriti kafen? Kafe nuk e di kush e thriti, kush e thriti Tedin. Mu më ka thirrë Ilir Ali Mehmeti, një kafe miqësore me kandidatë tjerë që nuk kisha pse me e ditë, sepse Ilir Ali Mehmeti është koleg, mik i partisë ku unë mbaj pjesë dhe nuk shaf në një shumë dramatike. Jeni miq edhe qindra mesazhe. Po pra. Jeni miq edhe ju bën bashkë një subjekt politik, me patjetër. Ju mblodhët edhe në takuar disa herë tjerë në kafe me Secilin Bratyne. Ngritet problematika, datë sugjerimet tuaja, po kush ju dëgjoi se kreu i Partisë Demokratike është zoti Berisha? Edhe një herë, nuk ishte. Asnjë nga ata atje nuk ka të drejtën që të ndryshojë PD-n, apo jo? Të drejtën për të ndryshuar PD-n e ka kryetari, apo jo? Zoti Berisha. Tani ju kujt ja drejtoni? Edhe një herë, ne diskutimin e bëjmë çdo ditë dhe nuk ja drejtojmë domosdoshmërisht dikujt. Kur vi këtu unë i drejtohem publikut tuaj, kur shkoj tek departamenti ku unë mbaj pjesë, i drejtohem antarëve të këtij departamenti. Te kafja bashkëbiseduam me njëri tjetrin, nuk e kuptoj. Po ju ndani njëta qendrime pak a shumë. Keni të gjithë keni gjithë pretendime që duhet ndryshuar struktura, duhet bërë një analizë pas zgjedhjeve të 11 majit. E tha dhe zoti Hoxha, kush nuk më thënë që duhet më bë më mirë Partia Demokratike? Patjetër, dhe sa mirë që ka zëra, madje zoti Berisha tha që ka pasur dhe do të ketë zëra ndryshe, po jo fraksione. Shiko, mua më duket sepse unë kam marrë 10 mesazhe, po edhe fraksioni është i ligjshëm brenda Partisë Demokratike. Kush dëshiron me bë? Jo, s'ka tani thaj. Po pra, edhe një herë në Partinë Demokratike, nëse dikush të më bë fraksione, nisat lëvizje nuk ka ndonjë, domethënë Partia Demokratike, një gjë jam totalisht dakord, është partia më demokratike mes partive politike, sepse diskutohet. Tash gjithë dona që më ndëshu për një ditë. Por nevoja mu taku me një tjetër me diskutu nuk e shoh, domethënë nuk është qendra e aktivitetit Partisë Demokratike një kafe që u mblodhen disa kandidatë me diskutu. Unë jam mbledh disa herë me kandidatë të Partisë Demokratike. Nuk e kam bërë lajm, se kanë marrë vesh mediat, nuk e kam transmetuar mediave sepse nuk ka lajm. Pra nuk është lajm fakti që ne u mbledhme me diskutu për disa ide që kena rreth Partisë Demokratike. Gjithë ju që jeni kritik. Po unë jam këtu dhe këtu dua. Unë shoh vetin punëtor, jo kritik. Unë shoh vetin që ndryshimi vjen nëpërmjet punës. Po duhet të jemi kritik pse? Po patjetër që duhet të jemi, po me shpirt kritik s'merr na hiç me politikë. Tek ata